Mirë, imagjino këtë. Je duke pushuar në domën tënde, duke parë lajmet në telefon, dhe papritmas, bam, shfaqet një video për bakteret. Tingëllon e vogël dhe e mërzitshme, apo jo? Por ja pjesa interesante, bota e baktereve është si një film aksion mikroskopik. Pra, si lëvizin në të vërtet këta zotërin të vegjël. Shumica e baktereve kanë këto bishta si kamshik që kuen flagella. Imagjinoni një helik të vogël që rrotullohet super shpejt, duke i lëshuar ata përmes ujit, ose madje duke rrëshqitur në sipërfaqe. Disa baktere janë më shumë si ninja, duke rrëshqitur në heshtje pa asnjë bisht, duke përdorur truke që shkenca ende nuk i kupton plotësisht. Tani, mund të pyesni, si jetojnë ata? E po, bakteret janë mjeshtra të mbijetesës. Ata hanë gjithfar gjërash, sheqer në dritën e diellit, madje edhe kimikate toksike që do të na zduknin plotësisht ne. Ata janë kudo, në zorët tuaja, në tokë, madje edhe duke pushuar në ekranin e telefonit tuaj, pikërisht tani. Dhe ja çfarë thot shkenca, bakteret nuk janë vetëm mikrobe për t'ju trembur. Sigurisht, disa mund t'ju sëmurin, por shumë prej tyre janë super të dobishëm. Ata na ndihmojnë të tresim ushqimin, të bëjmë ilaçe dhe madje na mbrojnë nga mikrobe më të këqija. Pa baktere, jeta siç e njohim ne thjesht nuk do të funksiononte. Pra, herën tjetër që dëgjoni bakteret, mos mendoni vetëm për dezinfektuesin e duarve. Mendoni për një botë plot me lëvizës dhe nqitës të padukshëm, punëtorë dhe mikroskopik. Shkenca ende po zbulon sekretet e tyre, dhe kush e di, ndoshta ti do të jesh ai që do të zbulojë misterin tjetër. Qëndroni kureshtarë.